Këtu është horoskopi e hënë 9 qershor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Mund të emocionoheni ose të dashuroheni papritur. Nëse tashmë keni një familje të mirë, shijoni këtë moment, gëzime të vogla mund të vinë nga mjedisi përreth, nga fëmijët ose nipërit e mbesat. Demi. Në marrëdhënie tashmë të testuara, një rritje e xhelozisë do të trondit marrëdhënien. Sëmundjet e mundshme mund të tejkalohen me pak më shumë pushim. Mbaj qetësinë në punë. Binjaket. Situatat që po përjetoni tani nuk janë interesante, sot dashuria duket se është e mbuluar nga pakënaqësia ose pasiguria. Mundohuni të lehtësoni shqetësimin që mund të jetë gjithashtu i pranishëm në punë. Më mirë të shmangni konfliktet në këtë ditë. Gaforja. Merrni zën, çdo ide juaj mund të bëhet e rëndësishme. Forca dhe guximi, impononi idetë tuaja edhe në dashuri. Luani. Është e mundur që për disa kohë, veçanërisht që nga muaji i kaluar, të keni qenë të zënë me detyra dhe situata shumë të rëndësishme që nga njëra anë japin kënaqësi, ndërsa nga ana tjetër përfshin shumë stres. Virgjeresha. Ditë e shkëlqyeshme, por mos prish gjithçka me një defektizëm që nuk duhet të përfshijë shumë jetën tënde. Nuk përjashtoj propozime të reja në vendin e punës, duhet të këmbëngulni në atë që dëshironi të bëni në çdo rast. Thirrje të mundshme për punë me kohë të pjesshme. Peshorja. Ka të ngjarë që ju duhet ose dëshironi të bëni një punë të re, një rrugë të re, por ende nuk ka asgjë të shkruar ose të përcaktuar. Thjesht bëni gjërat që dëshironi, në fund të fundit ky është një paralajmërim pothuajse i kollë. Akrepi. Aktivitetet në krizë ose në pritje, ju mund të hiqni dorë nga një detyrë ose nga një projekt që nuk ju bin. Yjet ju këshillojnë të mos shkoni pas disa polemikave që mund të ndikojnë në mjedisin familjar. Shigjetari. Gjëja e rëndësishme është që të keni njerëzit e duhur në anën tuaj, sepse kërkohet shumë pasion, përpjekje dhe angazhim për të menaxhuar më mirë gjërat që bëni. Vonesa në dërgesat. Britsjapi. Gjatë muajve të ardhshëm duhet të përpiqeni të gjeni më shumë paqe mendore në punë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. Është klasike për ju të besoni në një çift dhe më pas të mendoni të jeni vetëm. Ujori. Ditë interesante për takime dashurie dhe miqësie. Sukses i vogël personal. Peshqit. Nëse jeni vetëm dhe kërkoni dashurinë, jeni të favorizuar për të sjellë diçka të re në jetën tuaj, një njeri të këndshëm ose një rikthim. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.